Në kalan e Gjirokastrës u çel ekspozita Male re dhe plisa të bardhë e piktorit Bashkim Ahmeti me 25 piktura të realizuara në Kanavac, në të cilat mbizotohen motivet artistike nga vendlindja dhe elementët kombëtar. Për piktorin Bashkim Ahmeti nuk është rastësi zgjedhja e Gjirokastrës për prezantimin e kësaj ekspozite, pasi qyteti i Gurt mbetet një hapësirë frymëzuese për krijimtarinë artistike dhe një vend ku arti vlerësohet nga publiku vendas dhe turistët e huaj. Shumica janë të reja, të 4-5 viteve, po me qenë se i vumë e zgjodhëm si temë malet, rete dhe plisat e bardhë, kështu atëherë zgjodhëm këtë lloj koleksioni që e plotëson edhe idenë e kësaj ekspozite. Kjo i shkon edhe vendit ku do ta bënim ekspozitën. Kuratori i ekspozitës, Artan Shabani, tha se janë ekspozuar krijimet e 10 deri në 15 viteve të fundit, në të cilat përfshihen personazhe të ndryshme të porrallave apo legjendave të vendlindjes së piktorit. Puzzle me krijimet e tij gjatë 10-15 viteve të fundit, them puzzle për faktin se mënyra se si është instaluar, është vendosur e gjithë ekspozita, është një, si të themi, si të shikosh një koncert ose një kor të tërë. Pra këto janë një lloj polifonie, një polifoni koloristike e Bashkim Ahmetit, me personazhe të ndryshme, me kujtesë nga vendlindja, me pralla, me episode, me legjenda. Ekspozita Male re dhe plisa të bardhë do të qëndrojë e hapur për vizitorët deri më 10 gusht.